Të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Jemi vetëm disa orë para se vendi të shkojë prapë në zgjedhje. Dhe po diskutojmë amandamente kushtetuese, siç u tha, me 14 vjet vonesë. Qytetarët nderuar, të kthehemi tek tema kryesore. Sot kjo seancë është thirrë me bosh përqendrim të vëmendjes. Sot kjo seancë është thirrë nga ata të cilët para disa jave i morën 51% të votave për me adresu çështjen e bujqve të cilët ende nuk i kanë marrë subvencionet e vitit kaluar, me adresu çështjen e qytetarëve të cilët i pret një valë e re e inflacionit nga luftat në botë, e këta dalin ju thojnë njerëzve që inflacionin e rregullon mimoza me një vendim atje për çmimin tavan të naftës dhe hap justicën e Hormuzit. Jam pikërisht aty kryetari, jam pikërisht aty. Dhe këta sot na sjellin amandamente kushtetuese. Këta sot i ofendojnë të gjithë pacientët të cilët janë në spitale dhe dërgjen pa barnat esenciale. Këta sot janë kundër qytetarëve të cilët syti kanë nga Gjermania. Dhe ju thonë atyne që e ardhmja regjia Ju lutem që të flisni për rendin e ditës. Rregulloria ma jep të drejtën që në momentin kur je jashtë rendit ditës, ta ndërpres fjalën. Ta tërheq vërejtjen dhe pastaj nëse nuk e ke parasysh ta ndërpres fjalën. Regjia ja rikthem fjalën deputetës Bajrami, por po të paralajmëroj që në qoftë se flet jashtë rendit ditës, sërish të ndërpritet fjala dhe nuk e merr më. Në rend të ditës, sa herë flasim për interesat të qytetarëve, jemi në rend të ditës. Dhe sot nuk ka rend të ditës më të rëndësishme që mos me i çu qytetarët në zgjedhje prapë. Dhe kush po i çon zgjedhje? Po i çoni ju, të cilët i keni marrë 51% votave. Dhe keni sjell në rend të ditës amandamente kushtetuese, të cilët asesi nuk e evitojnë çurjen e vendit në zgjedhje. Ai çdasht sot me bisedu, me pas një seancë, me ullë, me bisedu, me sjell një kandidat konsensual, me i dhonë president vendit edhe qytetarëve të vendit. Çka janë këto lojna që i bëni me qytetarë? Çka janë këto lojna? Çka keni me ju thonë 51% të qytetarëve që ju kanë votu nesër, kur duhet me shpërnda parlamentin dhe me shku prapë në zgjedhje, me i shpenzu 10 miliardë